Ne jemi duke I analizuar materialet shtesë që I ka dërguar prokuroria, në këtë rast Këshilli Prokurorial I Kosovës, sepse dosja që është dërguar nuk ka qenë e plot. Tani janë do të thotë në analizë sipër, dua ta potencoj që kemi marrë vrejtje të shumta që janë konstatuar nga ana e organizatave monitoruese, qofshin ata partner vendor si OJQ, qofshin ata partner ndërkombëtar, dhe në ndërkohë jam njoftuar zyrtarisht nga gjykata kushtetuese që një nga kundërkandidatët e ka dërguar lëndën në gjykatën kushtetuese dhe natyrisht që duhet të pritet edhe se cili do t'jetë vendimi, sidomos rreth kërkesës për masë të përkohshme. Në momentin që kemi vendimin përfundimtar I cili merr parasysh të gjitha këto zhvillime që I përmenda, natyrisht që të gjithë qytetarët do të njoftohen, sepse nuk është vendim që merret shkeleshko, por duhet t'i ketë parasysh analizat e secilit dokument, por po ashtu edhe ta dëgjojmë zërin e gjithë secilit që ka qenë I përfshirë në këtë proces. Ligji nuk parasheh ndonjë afat, kurse ne jemi duke vepruar sa më parë që t'jetë mundur në analizë të gjitha dokumenteve që po dorëzohen.